janari me Lazarelën, besoj është fat. Si je me këtë mbarsin tënde? Çfarë të thonë në Korçë? Po na hyri Lazarela e para në derë, kemi fat e mbarsi, si vjen viti? Mua më duket se kam fat se gjithme në shtëpinë time bëj këmbë vetë, se vete në punë, kthehem nga puna, unë bëj këmbë, s'ka kushtu vit më bëj këmbë. Megjithëse djali tim e ka këmbë shumë të mbarë. Dërë tani, unë shikoj që në shtëpinë time, mashallah, është ka ecur. Jeti meraklie, unë e di që 31-shi në mos gjithë jetori është punë, po je meraklie kur ato është në shtëpi, kush më futet i parit, ç'më sjell për dhurat, ç'më sjell për vit neri. Se kemi qenë të lidhur me këto besët një tipike shqiptare. Po, e bëj vetë, e kupton tani që hy vetë, unë mbaroj punë. Po mirë ti e mora vesh, po për shembull me mua nga Tirana thua, hajde mal fut këmbët në shtëpi, më shkojmë mbar viti. Kam një nip. E pra. Kam një nip, është nipi i Benit, që Arianin e kam shumë të mbar. Tani më bën kosti. Mami Lazarela, sa vite e vite ti punon non-stop? Po shkojmë në një univers paralel sot, po japim vetës luksin që ti nuk punon. Si do ishte një vit i ri, si që ke menduar, pavarësisht se ti je non-stop me publikun tënë? Të ka marrë malli ti është vetëm e shtëpis? Jo. Jo. Unë që bëra gjitha ato intro, jo. Një lidhje e fort me festat, me publikun? E mendon tani ti, Lazarela, që kur ka qenë 25 vjetë që kam filluar që të këndoj, do me thënë me... Përveç teatrit, nuk diskutohet e aktiviteteve, non-stop jemi, përveç se kur kam lindur Kosti, një vit nuk kam qenë. Pastaj në të tërë vitet time ka qenë që unë e festoj për lokale. Kam 10 vjetë që e festoj në një lokal në Korçë, kështu që nuk më kam marrë malli, por unë i bëj të gjitha Ermal. Nuk e besoj tani, edhe mund të rish dhe në 5 mëngjes dhe pastaj të bësh gati gjërat e shtëpisë. Jo. Janë ankuar. Po nuk të gënjej unë. Janë ankuar për ty, edhe gjysma jote edhe djali thos na ka bërë mami një. E ke gabim. Jo, një baklava të mirë. Jo. Po baklavan se bëj vetë unë tani. Se bën baklavan thuaj më. Mua mi bën motra e Benit, më bën samsa. Okej. Mamaja kur ishte... Samsa çfarë është për ne që se ti? Samsa është që mbështillet kështu ajo, domethënë peta dhe ka ara, ka gjëra kështu. Ka vite që më bën, dhe unë jam supersticioze, gjithmonë që mi ka bërë kjo më ka ecur mbar. Po kur që mamaja ti me gjallë më bënte baklavan. A është ende tradita e shtëpive korçare të pastra që ndrin nga pastërtia? Patjetër, unë i kam bërë punët. Nuk po flas për shtëpinë tënde, flas në tërësi. Korça e ruan ende këtë lidhje me shpirtin e festës, ka ende tradita që ruhen Lazarel në Korçë? Po, ruhen, domethënë tradita të shkëlqyera në Korçë. Baklavaja, këto që zbukurimet e shtëpisë, bredhi, të gjitha. Korça tash ti e di shumë mirë se si në datën 6 u ndezën dritat, tani shkon deri nga data 15, kështu që edhe janë ardhur ka lëvizjen e vet po ashtu. Ermal, kur kam qenë e vogël, të them diçka. Kur qesh e vogël, të them të vërtetën, ne na blini ndonjë lodër ose tuta. Ishin të vegjër, isha me vlla me ishin dhuratat parajs për ne, me zikistin. Po tut ka na blinin që të, ose në një bluzkë kështu me vit i ri, kështu na i qëndiste mamaja ose na i bënte. Gjithmonë kur beshe bredhi në mes të Korçës, unë dilja, edhe dilim edhe fotografi kështu. Edhe rrotullohesha, ja na erdhi viti i ri, sa jam gjithmonë. Tani në këto, nga që jemi rutinë që bëjmë punë për shtëpitë tona, në për kështu, akoma nuk e marrim atë gëzimin, edhe kur shikojmë Korçën që është e lulzuar, e ndriçuar, atëherë marrim një satisfaksion. Pastaj nata e vitit 3 që e një boom në Korçë. Gjithmonë Korça e ka këtë entuziazmin e artistë nga Tirana, patjetër e ty vim atje, edhe ndonjëherë edhe mamkat edhe nuk ka tregojnë, po ja që vinë të gjithë të ty edhe të duan fort. Jo, më duan, jo për Zotin më duan. Nuk e di, domethënë, mashallah, lavdi Zotit. Të duan edhe unë jam shumë i lumtur edhe ndaj të kam me shumë qef gjithmonë edhe programet festive. Regjia me shumë qef, pastaj u aratis, se njerëzit tonë më Lazarela mbeti në punë, po ti nuk je vetëm në punë, edhe aratisesh. Po sa bukur që. Ku më je aratisur me Lazarela këtu? Në Venecia. Ka kohë njeriu edhe për veten? Gjen kohë edhe për veten? Bësh bashk? Ja si bë bashk. Do me thënë, unë thesha gjithmonë djalit. Edhe kur kam vajtur disa herë që kam vajtur në Itali, kur që e kosti në Itali, dhe kur që e në Vjenë, thesha që mos vdeksha pa vajtur një në Venecia. Mos e të duk Venecia? Natën më duk një laftari, një frikë, nuk e di se s'kishte edhe njerëz shumë atë ditë. Mëngjezi ishte fantazi.
Do me thënë, nuk e merë, do me thënë, në gondol nuk ipa, këtu jam në opera, e Pra ti Venecias. kosti të kishe lënë porosi, do më qosh mamkën në Venecia. Dhe ma bëri këtë dhuratë. Që ka me dashuri e qoj në Venecia. Ma bëri këtë dhuratë. Bushet mami plot, kur quni e dëgjon, a i është me një aktivitet në gjeshur, ka pasur një vit fantastike, kanë pritur në Vjen, edhe më bëshëm qefi, ma dhe kemi disa foto, a i është në momentet e ti më të mira artistike, po shpirtin e ka të mamka. Ka krenari kur a i gjenë ko për mamin, për babin, të shëtisi, të ultoni bashkë? Po, tash i mirë na vjen neve, se tash i prindi gjithmonë është kur djali ose qupa do si kur të begenis, që mos mbetemi vetëm në Korçë. Kështu që, ose unë gjithmonë mere pas punës, dhe mos e diskutoj që ti do vish në Venecia. Unë e kam një qik televizjen, e kam një qik problem, po u kënaqa shumë, po shumë fare. Ajo opera si që E bukura. Shiko. Të them me sinqeritet, unë këndoj dhe në kohë një karakteristik dhe jam e impostuar atje. Edhe kur erë një korë grek atje, ta them me shumë modestikte, mu afrua një nga të më tama, ma si Maria Callas, ta. Edhe unë kështu, me ta kështu për njërësh. Kurse do kënaqesh e po të E kënaqesh kur të thotë. Edhe kur vete shikoj Maria Callas atje, që ato fotot bukura dhe ai këndi atje, jam mrekulluar, se më tha që mami do të çoj, me që të kanë kështu do të çoj. Dhe e kam bajtu premtimin. Ne në program, fal inteligjencës artificiale, fotot e shkëputura nga personazhet i rikthejmë në video. Për shembull, ti kishe nxjerrë këtë foton që inteligjenca artificiale e ka zhduruar në video, është një moment me kostin tënd, me siguri thua ku e kam unë këtë video, ti nuk e ke, është bërë gjitha me inteligjencë artificiale, por besoj që është nga momentet më të bukura tuaja, kur Kosti është në piano edhe ti e mbi të. Po unë pas kam çuditur dy janë. E po inteligjenca i bën këto. Po unë që kërkam ndryshe fare, a mamë në mbani me inteligjencë. Ama në thoni ku e keni këtë video. Këtë video nuk ta japim njerë, se e ka bërë inteligenca, por transformoj me shumë fantazi, teksa djali binte pianos, ti e shoqëroje, nuk e di si ka qenë momenti real. Ka qenë një koncert recital i Kostit në Korçë, edhe nga që pati shumë duar trokitja, unë dola si për t'i dhënë një lule, kur tërsalla pasaj Boçiti këndoj një këngë, dhe kënduam në Trëndafilin që unë këtë këngë e këndoj vetëm me Kostin. Kam një tjetër surprizë për ty, po prap, inteligjenca artificiale ka arritur të transformoj në video një tjetër moment tëndin, që besoj është po ashtu moment emocioni. Shiko që ka bërë. O, sa bukur me aktorin e madh, Koço Qendro në Kopraci, kam luajtur unë një rol atje. Po këtu që në kam mbyllur. Amani me marë. O, Lazarela. Amani me unë të shndrojmë në inteligentë artificiale. Jo, të kemi mirë kështu edhe reale, por në fakt magjia inteligencës artificiale e agjentit të programit është fantastike. Pra është një moment të shkëputur nga shfaqja, ku ti ke pasur rolin tënd, patjetër kishe bërë një elozhe status të bukur për emocionin që kishe marrë në sallë, dhe unë patjetër doja ta dhuroja në këtë version. Shumë faleminderit. Sepse do të mbesi në Po sa i mirë je. E po pse ti vjen nga Korça, bën atë rrugë edhe unë të mos tash përblej. Gjithmonë gjej bulza dashurie për të thënë. Shumë faleminderit. Edhe mendoj që ka qenë një nga momentet e tua në teatr shumë të veçanta. Po shko si duke mund se kur jam ndonjë artiste madh. Si është kur e prek skenën edhe në mes të shumë aktorëve të tjerë, Lazareta? E kam prekur nga mikrofoni i muzikës tek teatri të emocionit. E kam prekur që e vogël dhe jam shumë e mbushur, ta them me sinqeritet. Unë kam prekur Stavrish Kurti, nuk kam prekur Padi Raidi, se kam qenë e vogël, kam kënduar, se kam bërë kolona zanore në për shfaqe, jo në të gjitha, pa diskutim, po aty ku kam qenë, një nga shfaqet e para një komedi ka qenë e Todor Lachos, një nuse për Stasin, ka qenë Jani Riza atër, dhe në atë vit ka vdekur Jani Riza, dhe pasaj ka bërë Leko Prodani, dhe unë kam kënduar një këngë atje, kështu që Koçon e kam prekur dhe është, do me thënë, një koprac që them unë val do t'i vindo njerë Shqipërisë, akoma është 96 vjetë dhe para 5 vjetë, para 4 vjetësh ka qenë këtu që e ka luajtur në skenë. Mendohet, tani Koprac të ngjitet në skenë 94 vjetë dhe të luajë rolin. Dhe unë kam qenë shumë, shumë e nderuar dhe respektuar. Lazarela, ti ke qenë mes së mirave dhe je, mes koncerteve të tua, mes teatrit të Korçës, her pas here shumë artistë rrethave kanë ardhur në Tiranë për një jetë më të mirë, për këtë zhurmën e Tiranës. A ka qenë një pegë në rrugtimin tënd të karrierës mosardhja në Tiranë, apo ke qenë diva e Korçës dhe kështu e ke dashur? Do me thënë, ke menduar që 10 sekonda si do ishte jeta Lazarelës në këtë Tiranën
artistike të zhurshme? Nuk e kam, vetëm njerë e kam menduar kur kam ardhur në Asambli Këngëve Vallëve Popullore dhe më kam bërë një kërkesë atij për të qenë. Faktikisht unë fluturova, se të tërë mos gënjim tani ua, sa edhe i më shoq më tha, qetëso, ose këtu e ke vendi në Korçë. Kështu që nuk e kam menduar kur Tiranën, jo se s'm pëlqen Tirana, mos themi, po Korça, se ndonjëherë thonë që e kam dashuri kështu, po këndi unë e shkreta, e dua Korçën, edhe më duan, po nuk do vetëm Korça, atje vjen nga tërë Shqipëria, kështu që tani është bërë tjetër gjë Korça, e kupton? Është bërë trendi. Është bërë Korça e të gjithëve, është bërë qyteti që mi pret, jo vetëm më por nuk e kam shqiptarët, menduar asnjë moment, mos them që shikoj kam menduar që unë do iki. Asnjëherë se kam menduar që t'ik nga Korça. S'm ka vajtur mendja asnjëherë, nuk e di pse në. Nuk e di. E ke marrë ti... Do shta që u martova me Benin, e donja dhe e kupton edhe janë shumë gjëra që të lidhin pastaj me Korçën. Prindrit, e kështu që janë kujtime tjeta, fëmijëria e gjithë shka. Të gjitha, le pasaj fëmijëria time që në 5 vjet në teatr, edhe tani, ma pa mi jepë, që kam mbyll aty. Beni sa i bukur që tani po të shiko. Po sa egoiste që vetëm vetën tënde shikon, gjysmën tënde nuk e shikon, vetëm sytë e vetja e ke. Po edhe Beni tani... Pa ti shikon, mos e faktikisht të gjithë që të shikojnë, thonë, faktikisht kur të shikojnë, thonë që sa e mirë që je, po kur më thonë sa e mirë që je, e di që gënjejnë. Jo, nuk gënjejmë. Ne nuk gënjejmë dhe besoj që ti ke pasur gjithmonë këtë se kam... lezetin. Ka disa njerëz se kanë yll që ndrit në çdo formë, në çdo qast, në çdo moshë, në çdo kohë. Lezeti është në çdo moshë, pa jo se është në një bukuri e rallë, po mundohemi, dhe neve që t'jemi me turmën. Benit, për shembull, ka momente që e thot lëre këtë vit të ri ta bëjmë në shtëpi. Siç ka dhe njerëz që thonë, më sa leka bëre dhe kjo Lazarela çdo vit më u çmend duke punuar. Po ku do i marrësh to leka Lazarela? O ty do t'i Do të dukesh të çmenduri nëse Beni do të thoshte shpirt, është koha të pleqërojmë të dy, të shkojmë në mos në Venecia në atë. Po faleminderit për llafi që më the të pleqërojmë. Në kuptimin jo, që do të vijë një moment që kemi nevojë të festojmë. Se gjithmonë artistët, fëmijët e artistëve thonë, ore s'kemi parë një vitëri se mami ka qenë në punë, babi në punë. Ne se kuptojmë, ne fëmijët që se kemi pasur shumë. Mos të them kot. Nuk e kemi menduar akoma, ndoshta do vinë në një ditë që do ta mendojmë. Dhe kur ta mendojmë do ta lëm fare dhe kaq ishte. Edhe do mbytemi pastaj. Do na nerzeri, shumë gjëra dhe figura. Çfarë bën ti ende për zërin tënd? Njerëzit kur vinë atje te Panda vinë se ti ngre hopa. Je ende meraklie për zërin që kujdesesh? Jo se kam ndonjë kujdes të madh, dhe kjo është e meta ime e madhe, po më kanë thënë që abuzoj me zërin, më kanë thënë shumë vite përpara, do me thënë që Lazarela mos, po lavdi Zotit, s'kam ndjerë në një shqetësim deri tani, po çfarë të bëj zërin, çfarë do bëj ndonjë vokalist, ndonjë gjë, kaq. Se ku kemi ngemë më Ermal tani? Lazarela, ti je gjithmonë aktive fundjavave në Korçë, apo varet edhe si është frekuenca e vizitorëve, turistëve, zakonisht fundjava është aktive? Në dimër, domethënë deri nga qershori, jemi të premte dhe të shtunë. E kuptoj. Pastaj në Bear që më 15 qershor dhe deri në fillim të shtatorit jemi për natë. E kuptova. Bën ti dhurata për njerëzit e shpirtit, kujdesesh ti që pasi ka ikur ky vrudhi dhjetori 2026, kujdesesh për Benin, për djalin, për njerëzit e shpirtit, sa kujdesesh për dhurata? Çfarë mendon ti se ta mbush shpirtin si një dhuratë e bukur për vitin e ri, për shembull? Shiko, neve nuk i kam dhurata që unë të mendoj që po i bëj një dhuratë Ermalit, për fjalë Benit ose Kostit. I them çfarë keni mangu të që t'ja u ble? Edhe ja, kjo është dhurata, nuk është, po për njerëzit që dua, për shembull për njerëzit që kanë fëmijë, kam dëshirë t'ju bëj nga një dhuratë të bukur, që t'ja u çoj për vitin e ri. Kurse për Benin, për shumë, çfarë duhet të blejmë, nuk se bëjmë ndonjë dhuratë. Neve, për shembull, bëjmë baklavan, bëjmë edhe lakrorin ditën e parë, që... Me lek, besoj, lakrori me lek ka që trashgohet. Po unë do këthejmë, ta bëj lekun që të them. Që të thuash me këtë pjesën Ermalin se... Jo, vjetë më ramua leku, tash inshallah t'i bjerë kosti. Tani më thuaj pak si e koncepton 2025-ën, iku dhe ka ardhur 2026, por gjen kohë të bësh një rezume të 2025 Lazarelës, ishte një vit siç e doje, e lam pas ka 2026, si ka qenë rezumeja e vitit?
Po, unë zakonisht nuk bëj ndonjë rezume të vitit, e them që lavdi Zotit që jemi mirë të gjithë me shëndet, edhe që djali ka sukses, edhe ne kemi sukses, dhe ka që nuk është se them që kur të vitit e le një gjurmë, atëre thuaj që, o Zot, mos më lërë gjurmë. Aq për që pas incidentit që kemi e folur dhe s'duat përsëritemi, ti e ke rivlerësuar më shumë jetën, dashurinë dhe momentet me njerëzit e shpirtit. Jo se nuk e ke pasur, po njeriu në momentin final mendon për o Zot kem shëndet. Jo, po e kam thënë gjithmonë këtë, jo se vetëm atëre kur ram, po e them gjithmonë që dua shëndetin të parin, edhe kur falem, dua shëndetin të parë, pastaj ja punë. Ti e modeste, nuk i bërtet sukseset e tua, nuk bërtet faktin që të duan shumë, po unë bajmen të paktën në fundin e 2025 ke qenë shumë aktive edhe me koncertet atje, me natën e serenatave, të pash teksta flisje për mediat të ndryshme, e ndjej që të bëhet qefi kur të japin atë që takon, dhe ti e një nga diamantët e bukur të serenatave të Korçës. Ka një kënaqësi kur edhe institucionet të japin atë që të meriton, që ti meriton, Lazarel? Nuk dua ta cek fare këtë Ermal, sepse unë kam dhënë shumë për Korçën, dhe si asnjë tjetër, kur nuk kam folur për veten time, ti e di shumë mirë, më ke marrë disa herë në intervista. Ndoshta ku njerëzit reflektojnë me një gotë verë, siç jemi ne të dy që se pim fare, po do ta pim, ja e bëjmë një gëzuar tani, ndoshta njeriu edhe reflekton pak dhe thotë sa ka peshuar diamanti Lazarel në Korçë dhe sa ka vlerësuar Korça Lazarel, në flas në kuptimin e institucioneve, të qytetit, të aktiviteteve? Tani, unë i kam vënë vetes një vend në Korçë, as nuk e diskutoj këtë gjë, përderisa po themi gjithmonë që përderisa më do publiku, jo. Nuk është ashtu, është edhe që të vlerësojnë, pa diskutim. Nuk kam marrë Ermal asnjë gjë. Kanë kaluar mbi 40 vjetë që unë këndoj në skenë, do doja që ta merja para se dilja në pension. Po thua për një titull, për një vlerësim honorifik? Po pa tjetër, pa tjetër. Se ka munguar? Unë nuk e di. E kanë frikën Lazarelës, nuk e duan Lazarelën? Jo, më nuk më duan, ja nuk mund ta them këtë gjë. Po ndoshta duhet ju, shka. A të qojmi nga Tirana ti bëjmë një kërkesë zyrtare bashkë së Korçë? Jo. Unë nuk jam dëgjoj Ermal. Mos ke bërë ti gabim që se ke kërkuar? Nuk e kam kërkuar asnjëherë. Dhe kur them ta kërkosh jo në kuptimin më të shëmtuar. Unë nuk jam natyrë. Po që njerëzit afër teje ta bërtasin që dhe Lazarela e meriton një qytetare nderi, artiste nderi. Nuk jam, e meritoj thua, e meritoj shumë, po nuk jam natyrë e tillë që unë të trokas në përdyer. E po fajin e paske vetë Lazarela. E nuk trokas, po do thuash ti si bie ndërmend njeriu, po si bie, po punë madhe. E di pse se haresa në këtë vend fatkeqësisht është institucion. Njerëzit të harrojnë, njerëzit nuk e vlerësojnë. Jo, nuk harrojnë, unë jam aty. Okej. Po bëjmë mikun e bisedës për ta kuptuar ata që duhet ta dëgjojnë. Unë jam Ermal, ti je këtu. Ti bërtet, ti je ky që je. Vërteta, nuk ka nevojë të vijon të trokas ty dhe të themi që shiko se jam unë këtu. Ti e di shumë mirë kush jam unë. Do thua ti pse si thua, po mirë më punë madhe, s'ka gjë. A jemi ne hipokrit që kujtohemi për njerëzit kur ata humbasin jetën? Se dua këtë, e kam lënë me gojë. Jo? Ja, nuk e dua kur. Po unë se mora satisfaksionin vetë. Po çfarë, kush do ta marr Kosi apo bashkëshorti tim apo çfarë ju duhet? A jeta Ermal, merë qartë të duash. Kur ti nuk i gëzon vetë, mund të marrë shumë gjera, ti lanë ati në tavolinë, mos jenë fare, mos jenë as foto tënde në një të ardhme. Kështu që ti vlerësoj sa e ke gjallë, vlerësoj aty ku je është, për atë që ka bërë, me gjitha te, po e bërta sot, asnjëherë nuk kam folur, ti e di shumë mirë që nuk kam folur kur, sepse më vjen keq që si ka mundësi që kaq vite do mos i ketë shkuar një njeriu, edhe kur është bërë përvjetori teatrit, edhe kur janë bërë të gjitha, Lazarela, e di si thonë? E mëse ka kohë ajo. E ngrem një dolli për 2006 që t'jetë edhe me një titull për Lazarelën? Të thuash pastaj Ermal, do vish aty e koncerti. Unë e kam marrë Ermal, përderisa juve më thërisni, do me thënë, unë ka bërtitur zëri tim. Kështu që unë e kam marrë. Ma lag një qik buskën me pak vërë. A, po nuk i pi shumë. E mësa për të thënë që ja,
që të uroj me të shpresoj më të mirën edhe për 2026-ën, të pacim Shëndet. Lazzarella, shëndet, Vetëm ma me një qik bazerin, sepse nuk e disa miliona këngë bën ti në repertorin të ndatje, po unë do të bëj një test me disa këngë tipike të Korçës, do shtypësh bazin nëse gjen këngën se cila është. Artiste nëse këngën. Do të e dëgjojmë dhe do më thuash cila këngë është. Nëse ti humbet në këtë betejë, harroje titullin, nuk ta japim titullin në Korçë. Mos ma jepin ama. Lazzarella, unë të dua shumë dhe ti e di. Dhe sa herë që mundem të të kem në programet e mia, duhet të jesh patjetër, se të kam xhan. E të uroj që ta kesh vitin 2026 siç ke shpirtin, me melodi, me dashuri, me atë dedikimin e jashtëzakonshëm që ke me djalin, me Benin, me Korçën, dhe për dollin që ngritëm, kur ta bëjmë këtë aktivitetin për ty, ta prezantoj unë kur të marrësh titullin. Dakor të? Zerbe. Faleminderit shumë që erdhe. Unë të falenderoj, të them gëzuar o Zot një vit mbarë, edhe gjithë të mirat, se je djalë për së mbari, ke sharm, dhe unë të pëlqej shumë, ta them me sinqeritet. Po e lë me kaq se do thonë këta kanë paguar njëri tjetrin. Jo. Ky ka dhënë leka Lazzarellës, Lazzarella i ka dhënë leka Ermalit. Po jo, hajde grinde. ne të dy s'kemi lekë, din tërë. Se do kishim ja 10 apartamente tuaj në Tiranë gjithashtu. Do kishim ja 10 Faleminderit shumë. Neve punojmë. Po ama gjumin e bëjmë të qetë, kjo është e rëndësishme. E vëmë rehat kokën i aspekt. Faleminderit shumë. Faleminderit tyre që më thirrë deri këtu dhe jam shumë e lumtur që në një janar, po kam kemën e mbarë, ta the. E di, madje ne nga që ti e mbarë, ta mbyllim tani me një tjetër performancë të Lazzarellës për të dhënë këtë shije fantastike të programit Feston, duke falendëruar të gjithëve që ndat 1 janarin me mua, duke falendëruar drejtuesit e MCN, stafin tim, vajza, djem, teknikën, këdo që dha burzën e vetë, një program i cili synonte dhe besoja kemi arritur të ndajmë pak dashuri, emocion dhe sinqeritet. Do takohemi sërish në janar në këtë ekran me më prit të dielën, ky është Feston, kalofshi bukur.